Ore, kush e ka rallën tash? Kush do na këndoj? Ku jam? Është regjia me mua ja, është kanë një kamerë për mua. Kush është gëzuar edhe një herë gjithë shqiptarëve, në veçanti dua të uroj ku është kamera ime? Kjo është tu. Faleminderit i dashur. Gëzuar stafi i lartë i Radio Televizionit Isteni, drejtori Shafërdita, drejtor Florin, drejtor Eugen, gjithë me radhë, Gjeri, gjithë Agroni, gjithë me radhë, gëzuar vitin e ri. Edhe gjithë stafit të Radio Televizionit 21. Edhe gjithë stafit, kolegëve, gjithë me radhë, ju dërgojmë shumë dashuri nga Zvicra. Edhe çokolata Zvicrës. Ua dërgojmë me WhatsApp. Ose kur të vim vetë. Përsëri dua të e kam thonë gjithmonë, ju e dini shumë mirë që virtyti i njeriut është për mua, personalisht është mirënjohja dhe falenderimet. Një njeri që se ka mirënjohjen dhe falenderimin, për mua nuk dua t'i vendos një epitet, por do i vendosja një epitet shumë të mrekullueshëm nëse dikush i ka dhe besoj që gjithë ne i kemi. Unë dua të falenderoj si çdo vit dhe si çdo festë që bëj, njeriu e parë që ka besuar në këtë emision, në këtë full ship show, asnjëherë nuk mundem me festu pa e falenderuar zotin Arif Sulejmanin nga Tetova, i cili e ka mbështetur këtë emision qysh ditën e parë. Gëzuar Arif i dashur për shumë mot me familjen tënde, gëzuar. Tashi, kush e ka rallën? Kush do na mrekulloj me zërin, sepse këtu është vështirë me balancu zëra, sepse ja ku kemi, e ngriti zërin edhe dorën e ngriti, sepse kanë më mrejh gilangjit, kanë më thonë tashi, pse gilangjive na le kaq vonë. A e keni dëgjuar këtë këngën? Ti gjilën ka do që shko, a zoti malë sa kongë e bukur është. Burim e mini, hajde burim i herë, ma nis me këtë kongën e gjilanit, sepse gilangjit kanë mu qu peshë, të kërcy. Edhe janë të njoftën gjilangjit për... Po që shjo, mërë, jam një shtemi. Valzime. Kajtë njojnë për me e njëhen. Më falë, bujar, ka shkoj bujari? Bujari i madhë. Bujari i madhë, iku. Gëzuar burim. Ju falenderoj gjithëve, së pari, Altinin, me shumë respekt. Mu si burim e mini, unë kam ardhë ekstra këtu, special për juve, me kënu këngën e Gjiljanit. Unë jam autori i këngës bukur Gjiljanit. Tasht, besoj që ju pëlqet gjithëve, live nga interpretimi im, ju përshëndes gjithëve, gëzuar vitin e ri. Inshallah kemi shëndet e mbartësi në familjet tona. Ju falenderoj shumë. Gëzuar, faleminderit. Faleminderit. Kujtoj me mallën gjim, qdo rrugi qytetit tim, ku e mësova jetën si fmi, e kam qenë i ri me të vërtet i ri. E kujtoj me mallën gjim, qdo rrugi qytetit tim, ku e mësova jetën si fmi, e kam qenë i ri me të vërtet i ri. Që shkoj, të kam në zemër nuk të haroj, o sa malë që kam për ty, një kafe në kristal të pi. Te të gjohen babelan, e qishka që unë kam ljan, shpiti zemra më janë vra, kesh kërë beti në kanda.
Atje flejnë ëndrat e mia, ku më pret në Kosovë shoqnia, me ahengjet familjare, ta knojmë këngën qytetare. Atje flejnë ëndrat e mia, ku më pret në Kosovë familja, me ahengjet familjare, ta knojmë këngën qytetare. Ty qila nga do që shkoj, të kam në zemër nuk të haroj, o sa mal që kam për ty, një kafe në kristal ta pi. Hajde s'moshku! Ty shohen babelan, e qishka që unë kam lan, shpiti zemra më janë vran. O keq gyrbeti na ka ndan. Ju falënderit. Shumë falenderit, Burim. Falenderit shumë. Do këndosh edhe një kong, apo do të bëj një pyetje? Do këndosh edhe një kong? Hajde, zamër. Këndoje se Gilanxhije ti me dosht. Qafoje nanën edhe babën ti, oh moj mamuti. Hava, hajt, hajde bëjo një vogël, hajt, qafoje nanën edhe babën ti, moj mamuti. Për qafoje nanën edhe babën ti, moj mamuti. Falënderit shumë, falënderit. Faleminderit shumë. U knaqëm, besoj që edhe ju këtu që jeni prezent jeni të u knaqë, të kalu mirë, edhe shikuesit që janë të na këshyrë përmes televizionit në mbar botën, sigurisht që edhe një pyetje e do radha tani. A ma mirë në s'keni smur, apo me anullu koncertin? A zërë, valla. Ma mirë s'keni smur. Mikrofonin lutna. Po. A me full me mikrofon s'dën heq, zhesh me knu. Po? Ma mirë i smur. Ma mirë s'keni smur. Sakrific.
Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, respekt për të gjithë, gëzuar edhe njëre vitin e ri gjithve. Inshallah do Zoti presëm edhe vitet tjera me shëndet mirë, me familjet tona me shëndet sa më të mirë. Ju faleminderit. Bravo! Respekt. Faleminderit shumë. Edhe njëherë, gëzuar vit i ri për gjithë shqiptarët kudo që janë, 2026, shumë sukses, urime, shëndet në shtëpit tuja. Faleminderit. Po, Altin, Po. pasi që nisëm me përparësi për gjithë këngëtarët që kanë ardhur Po. prej jashta kufive të Zvicrës, vazhdojmë. Vazhdojmë jashtë kufive. Jashtë kufive. Okej, nga Suedia kemi një këngëtare e cila do vi tani për të na performuar dhe për të na uruar njëkohësisht ndoshta. Era Gega i son dhe do jetë nga Suedia në Zvicër për të kënduar dhe për ta mrekulluar skenën. Era, mirë se erdhe, gëzuar. Mirë se erdhe. Shumë faleminderit, mirë si ju gjeta gjithve. Nëse ke një urim, Era, mund ta japësh për vitin e ri? Po patjetër, pikëparje ndihem e nderuar që jam sonte në Folk Ship Show. Shumë faleminderit për ftesën. Ju uroj gjithëve shëndet dhe gëzime gjithmonë, gëzuar për shumote. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Skena Skena për është ty. për ty. Djege, Faleminderit shumë. ta shohim si e djeg Suedia në Zvicër. Hajde të shohim.
Bravo. Klop zemra, Era. Faleminderit shumë. Ta bëjmë pyetje apo? Patjetër. Okej, atëherë e supozojmë Era, sigur skena është kjo e vogla këtu, jo poshtë. Okej. Ke më shumë frikë që mos merret koma prej kabullave kur del në skenë? Apo ke më shumë frikë mos merr një koment negativ prej fansave ndonjëherë kur poston diçka? Sigurt me kabla. Prej kabullave sigurt. Ja. Okej, bukur. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Bukur. Tringa, ku je më? Unë këtu Hajde, s'kem më, mesin Tring. e këngëtarve, Hajde më Tring, hajde më. pak atmosferë, pak biseda, pak prej krejtve ka pak. Tringa, e din që e kemi një këngëtare më reja këtu, dhe më thonë, në mosh flasim. Është mesin tonë, një vajzë Po e pash, që do të befasoheni, ju e njifni paka shumë, por edhe të shi do të njifni më shumë. Lorena Beadini është një vajzë që ma e një men, fiksojeni mirë, shikojeni mirë ftyrën Lorenës dhe ta shikoni në skenat më dha. Lorena, Lorena mirë se erdhe në Fol Shqip Show, Faleminderit. zuar viti ri, Faleminderit shumë gjithashtu. suksese në skenë, shumë shëndet, Gjithashtu edhe krejt. moto Altinit, shumë pare në të ardhmen. Faleminderit shumë. Skena për ty. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë. Edhe urime vitin e ri. Bravo, bravo! Nga një herë ta bëj me hile së ndren me t'kacmu, se e di që edhe kokën ti e lën për mu. Majtas gjatas halakatëm kur do me tendu, si përdeq më shkon më keq edhe më shumë të du. Të du, të du, të du, mos u bën qelos për mu, se ky maras ka me qkalu, zemër mos u vuj, natë e dit për mu, se ti për jet më ke fitu. Nga një herë ta bëj me hile, më los ka pak, me ti pasi ikin lotë syve dhe qak. Vishëm bukur që të më shohin gjithë që ti ti mu, por unë dritën e kam marrë veç nga sytë e tu, nga sytë e tu. Mos u bën qelos për mu, se ky maras ka me qkalu, zemër mos u vuj, natë e dit për mu, se ti për jet më ke fitu. Ti mos u bën qelos për mu, se ky maras ka me qkalu, zemër mos u vuj, natë e dit për mu, se ti për jet më ke fitu, se ti për jet më ke fitu. Faleminderit shumë. Lorena! Lorena! Edhe një kom përgatit. Hajde Lorena, edhe një ke përgatit. Bravo.
është kënga Mora Fjalë. Shpresoj se ju krejt e njeni këtë këngë. Çkur të feza. Bravo. Bravo Lorena. Faleminderit. Sharit ti këndoj tash sa vjet se shepre kazin dhe reqakun tash sa vjet se shedrenicën tash sa vjet dhe Mitrovicën tash sa vjet. Qo po thojnë sot shte malit dhe bilbilat Qo atem po thojnë lullet rënda filat Qo atem po thojnë këngët thojnë dhe të rimat Qo atem qo shpejt mos rrite vari thot nan lokja qo se mjaf ta fladiti balin në toka qo se ty të kërkon e ton Kosova ty adem Bravo. Bravo Lorena. Lorena na mrekulloj me zanin e saj, na mrekulloj gjithë dhe besoj edhe ju në shtëpite ju janë këto momente, jeni duke u rqethur. Altin ka zona juaj. Tatuazh kom të bo. Loren, faleminderit shumë. Faleminderit. Një yll i skenës tani edhe ma gjigant në të ardhmen. Faleminderit shumë, shpresoj që ashtu. Kjo është rinia jonë. Ndoshta një ditë do jesh, jo ndoshta, po do jesh patjetër, si Dua Lipa, si Rita Ora në skenën ndërkombëtare. Sigurisht. Kjo pyetja ime që të kam zgjedhur për ty këtu nga këto që kam përgatitur gjitha, është nëse një ditë do zgjohesh e famshme planetare, pra në gjithë planetin. A përpara do zgjidhje të organizoje një koncert në Mars? Okay. Apo të bëje një TikTok me Elon Musk? Sepse kur ti je si Rita Ora, Dua Lipa, patjetër që do kesh kontakt me njerëz të mëdhenj. Besoj se në Mars. Në Mars me shku? Se unë nuk ja bëj share po, kështu mendimin publik, kështu harova krejt çka deshta me thonë. Sigurisht që me këtë zotit të dëgjosh edhe në Mars dëgjosh. Do më thonë, do zgjidhje në Mars një koncert, apo jo? Po. Unë do jem aty se kam ble pak tokë prej Vali Corleones edhe jam aty. Patjetër do jem aty. Qtash me merdh prap. Bravo.
Do jem koncertin të atë. Bravo Një Lorena! duar trokitje për Bravo Lorenën. Bravo Lorena! Bravo Lorena. Faleminderit. Respekt Bravo. Lorena, të knop zemra. Na e mrekullove sonde, bravo. Faleminderit shumë. Edhe krejt këto që kanë knu, na kanë mrekullu. Bravo. Edhe mu më keni mrekullu. Bravo. Faleminderit shumë. Bravo. O Lorena, Lorena, Shumë respekt Lorena. për ty. Shumë e duar trokitet Me madhe duar për Lorenën. trokitje ju për lutem. cillim Lorenën. Bravo! Faleminderit shumë. O, sa bukur ishte kjo, e. Ishte shumë Fare emocioni. shumë interesant. Fare emocioni. Bukur, Lorena, bravo qoftë, të knop zemra. Atëherë, vazhdojmë me çfarë do vazhdojmë tash? Kush është këngëtari i radhës që prej Gjermanisë? Mbi emrin vetëm ma thuj. Pula, po, pra, po, po. Edhe se isha të mendu, e Benitën e kemi këtu. Benita Pula, këngëtare e ardhur prej Gjermanie. Benita, të kërkojmë falje. Kërkojmë shumë falje, por mendova që je Zvicrës. Zvicra e madhe. Benita, mirë se erdhe në Folship Show. Mirë se ju gjeta. Spari 2026, me shumë Faleminderit shëndet për shumë. familjen tonë, për ty. Shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit që Një je herit këtë edhe natë prezent. emisionit Folship Show, urime 2026-ta. Mas pari shëndet, si që tha Altini mas nej pare. Po, Shoqëri Benita, e nderuar, urime 2026-ta. Shëndet, gjithat mirat. Benita, a e ke kuptu në herë se edhe kur si jemi në të rëzi me shëndetin, kur ki pare, ose kur ban pop, fillon me të largu ajo. Jo nuk të vynë Ja, hiq. ja, spajtona. Kurse kish Ja, ja, shëndet. po Jeni kene- kundërshtar këtu Unë s'po- deri në fund. Unë Deri s'po thëm në me fund të kut kamën, emisionit. unë po thëm me pas një dhimje kokën e Po gjazës, mirë, po po flas për tash gjëna nëse ekstreme. flasim për një grep, A, edhe dhe, unë jo me sa- ty jo, po. për Bibje koke, Unë ka për grip na po terapi flas. shumë but, kështu që kalon shpejt. Falimderit për ftesën në emisionin Folship Show. Knatësi. Besoj që kena marrë dhe herave tjera. Sigurisht, ju mirë Me të preset. vërtet po kënaqemi këtu së bashku. Ju përgëzoj për lukun Altin, të shkoka ajo dranofilja, se ti e malsi e Gjakovës. Falemderit, Vlaçko, Tringa falemderit edhe shumë. ti dukesh Shumë dhe me los, ylzemër. falemderit, Faleminderit, se mbrej që moda, ta gjithmonë trëndafila do kemë këtë unë. Pra dhe një herë gëzuar 2026-a, gjithmonë përgëzime për të mira. Falemderit shumë, Benita. Skena për Benita Pulën. Faleminderit. Si gjithmonë kom dalë të Shadërvani dhe uji i Shadërvanit aty ku e pin, thojnë edhe met aty. Në prizren e ke Hajde fjallën? një duar trokitje të gjithë. Faleminderit. Prej veçlis të njoh, moj të njoh, gjithinja ja si kur ty nuk ka. Sa kënaqem kur të shoh, s'më shkon atë din sa va. Marakun e kam, moj e kam, dorë për dorë e dalim me shetit. Lej unë as dhe një fustan, e të boj kunoron e të dy. Dolla të Shadërvani bukur të rri fustani as më tua kushta ka ujtis. E mirë ti se po m'tutesh e ho apo këputesh ju t'afshin kishta tërsis. Dolla të Shadërvani bukur të rri fustani as më tua kushta ka ujtis. E mirë ti se po t'tutesh e ho apo këputesh ju t'afshin kishta tërsis. Opa!
të shatërbani bukur të ripustani as me thua kush ta ka ujtis e mirë ti pse po tutesh e holla po këputesh ju t'hapshin gishta tërsis Të shadërbani bukur të ripustani as me thua kush ta ka ujtis e mirë ti pse po tutesh e hon apo këputesh ju t'hapshin gishta tërsis dolla të shadërbani bukur të ripustani as me thua kush ta ka ujtis e mirë ti pse po tutesh e hon apo këputesh ju t'hapshin gishta tërsis Faleminderit shumë. E kemi edhe një këngë që në ke veshur me të bardha, me të kuqe dhe me jeshile. Shkojmë për të gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Gëzuar edhe një herë viti i ri.
Gëzuar. Benita, gëzuar edhe ty. Gjithashtu edhe juve, faleminderit shumë. Je gatshme për pyetjen dilemë? Patjetër. Bukur, atëherë Benita do kishe dëshirë të bëje një gabim në performancë që do shkoj viral dhe s'do harrohet kurrë. Pra do më thonë një farë forme indirekt është reklam. Edhe kjo të nduse. Apo Është u ndodh. po pra, Është u ndodh. absolutisht. Apo të bëje një performancë të shkëlqyer që do harrohet shumë shpejt. Të gabuar. Të gabuar, Faleminderit. Jo. E bukur. bone zgjedhjen e duan, edhe unë mendoj. Ajo është në kohë të sotit është veç ajo të shku. Faleminderit edhe një herë respekt. Faleminderit nga ti. Një duar trokitje të madhe edhe për Benitën, por edhe më të madhe për Demir Bashën, edhe për Feridin, edhe për Altinin, sepse këta e kanë në dorë me në nxjerr mirë ose keq. A dini ju, e dini shumë mirë. E pra, nëse si duar trokasim këta, e di që është stënujmë, na ki... Ti marrim me të mira. Bukur. Atëherë, kush e ka radhën? A jeni dakord t'i ftojmë dy vëllezër duken si binjak kur i shikon? Djem të studiuar në fakt për muzikë, për violinë, për instrumente dhe këndojnë jashtëzakonisht bukur. Rezar dhe Arbnor Kuqi janë dy djem të mrekullueshëm që do na performojnë sonte. Rezar dhe Arbnor, skena për juve, edhe mirë se keni ardhur, gëzuar. Tani, para 3 viteve, 4 më duket i kam pas në emision, u krenosha që kam qenë një 10 centim më i madh se këta, më i gjatë. Tash krenohen këta që janë një 5 centim më gjatë se unë. Mirëmbrëma të gjithë kolegët e nderuar, mirëmbrëma mik Pritsit, zonës e nderuar dhe ty Altin. Në emër të vëllezërve Kuqi nga Undar Mnuri, ju urojmë vitin e ri 2026, çdo shqiptarëve anë mban në botë dhe sigurisht juve. Bravo. Ju dëshirojmë shëndet dhe çdo të mirë në jetë.
këndojmë, o për qefin ton. Hajdes bashku të këndoj. Faleminderit. Bravo. Na kënaqët sonte. Vazhdoj me pyetjen. Sigurisht. Keni rrjete sociale sigurisht? Po. Atëherë, a ma shumë kishit preferu me pas shumë ndjeksa në rrjetet sociale, apo një sallë bosh?
Apo do në ti mu përgjigj? Anë të përgjigj në unë. Zdi shka thëmë, besoj opcioni i parë. Opcioni i parë. Faleminderit shumë për përgjigjen. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Ti a keni përgjigje tjetër? Apo njëri fol për dytë? Mas ati. Ki mas meje. Edhe një herë një duar trokitje për Binesht. Faleminderit shumë. Vazhdojmë natën festive në Fol Shqip Show përmes radio televizionit 21 dhe një herë ju përshëndesim gjithve. Altin? Pa tjetër që po, okej, tringa se më mëzune ke. Pauz do është e pak. Atëherë, bukur, vazhdojmë tjetër këngëtar, urojmë që t'jeni duke kaluar mirë dhe mos mërzitemi sepse me rallë shkojnë to. Gjona, t'ju kujtoj një batut të Tiranës një herë që e kritikoj një grua në Shqipëri, Alfred. I tha, ti na ke premtuar, tha me bo këtë herë, jeshtojnë ja 5-6 detyra që i kishte premtuar Rama. Edhe i tha kjo, më falzoj, tha, ti sa fëmike, tha i kam 5, a i ke bo me rallë apo i për e herë? Tha e me rallë, po edhe unë punë të e bëj me rallë. Tashi, edhe kongët do këndohen me rallë, që që kemi një mirë kuptim sonde. Vazhdojmë me një këngëtar të mrekullueshëm i cili jeton edhe vepron në Zvicër, i cili merdi tash këtu Lek Gjini, të ftojmë m'fal Lek Doda, m'fal, kërkoj halje, Dot Gjini, m'fal. Vllai i madh, besoj ja jep vllait madh lejen. M'fal se ngatrova. Dot mirë se erdhe dhe gëzuar 2026-ën dhe vazhdojmë për ta djegur atmosferën. Faleminderit Altin, ju përshëndes gjithët, ju uroj vitin e ri 2026. Shëndet, harmoni dhe dashuri, parat mos e nena. Pa to s'ban po, ma vonë. Mu keni pik me atë fjallën që më mirë mos ta kisha thonë atë fjallën e parë. që se plasa nga shtëpia me terraca, dilmoj gane që se plasa, dil pak në dritare, vajzet që me lozonjare, dil pak në dritare, vajzet që me lozonjare.
uscito Barbaro Vassilico Vendemia uscito Vendemia uscito Se si avviso ti perdo O vendemia uscito Se si avviso ti perdo Ju faleminderit, ju faleminderit. Mos e
zoti datë ta ka shkru. Për me vdeket, o zoti datë ta ka shkru. Robi plaket kur do